Në fshatin Baltës të Fierit, në një prej lagjeve ku banon komuniteti rom, linja përcjellëse e energjisë elektrike të tensionit të ulët 220 volt është kthyer në rrezik të vazhdueshëm për jetën e banorëve. Sipas banorëve, linja është ndërtuar me shtylla metalike primitive të improvizuara dhe me kabuj elektrik të zhveshur, të cilët kalojnë vetëm rreth 2 metra mbi tokë dhe bien në kontakt me pemët dhe kallamat përreth. Gjendja e amortizuar dhe jashtë çdo standardi sigurie e kësaj infrastrukture ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë e familjeve që jetojnë në zonë. Banorët janë drejtuar televizionit Apollon për të denoncuar rrezikun që paraqesin shtyllat e kabujt elektrik pranë banesave të tyre. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike dhe institucionet përgjegjëse për të rihabilituar linjën dhe për të eliminuar çdo burim rreziku. Siç e dini, kemi një problem të trashëguar shumë vite më parë. Këtu jemi në vendin e xhamis në Baltës dhe kalon linja elektrike të cilën është me shtylla, themi me profile, pa shumë ullët dhe këtu ka ndodhur kush disa herë ku kalojnë mjetet bujqësore si kombajna, kapin atje dhe teli këputet dhe bie poshtë. Kjo është rrezik për fëmijët dhe për banorët, të gjithë banorët që kalojnë në këtë rrugë. Dhe aty siç e shihni, kabulli kalon në përferra edhe kanë në banesat e tjera këtij. Por ju lutem shumë të mirë masa për këtë çështje, për arsye se është emergjente dhe me anë të televizionit Apollon ju falenderoj për interesimin për ta bërë publike këtë çështje që kemi ne vetë. Kjo linja që na furnizon me energji elektrike ka rënë kush e di se sa herë dhe me kaq sa mundësi që kishim vetë, domethënë kemi ngritur, bashkia s'po bën asgjë. Edhe të shikoj vën çik dorë, edhe për rrugën këtu, me kaq sa mundësi që kishim vetë kemi shtruar, vajtëm bëjmë kërkesa atje dhe asnjë. Sipas banorëve rom, situata është shqetësuese dhe disa familje janë të detyruara të braktisin shtëpitë e tyre për shkak të pasigurisë për jetën, ndërsa shumë të tjera vazhdojnë të jetojnë nën frikën e një rreziku të mundshëm për jetën, veçanërisht gjatë motit me reshje, kur rreziku nga kontakti me energjinë elektrike bëhet edhe më i madh. Banorët apelojnë që Bashkia Fier të ndërhyjë sa më parë te OSHE dhe OST për të ndërtuar linjën e re të furnizimit me energji elektrike për të shmangur një tragjedi të mundshme njerëzore.